Političkата kriza во Македонија е решена. Me këto fjalë, kryeministri Nikola Gruevski u drejtua mbrëm qytetarëve të Maqedonisë, duke bërë të ditur përfundimisht se kriza politike tani më i takon të kaluarës. Sipas e Gruevskit, ai është i kënaqur me këtë marrëveshje, pasi siç tha është arritur pajtueshmëri, që përfundimisht më 24 prill të vitit të ardhshëm të mbajnë zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat siç tha ai, LSDM-ja nuk i dëshironte asesi, pasi ato dëshirojnë në mënyra tjera për të ardhur në pushtet. Ние постигнавме договор во кој SDSM se vraќа во парламентот на 1 септември. Ne arritëm marrëveshje sipas së cilës LSDM-ja të kthehet në parlament më 1 shtator, ndërsa si zgjidhje sistemore prej tani dhe në të gjitha zgjedhjet parlamentare, 100 ditë para çdo cikli të zgjedhjeve parlamentare, qeveria do të tërhiqet dhe do të formojë qeveri për zbatimin e zgjedhjeve. Në rastin ton, kjo do të thotë se VMRO-DPMN do të nominojë kryeministër për periudhë prej 100 ditëve, duke filluar nga 15 janari 2016 deri në zgjedhjet që do të mbahen më 24 prill 2016. Sipas e kreut të opozitës, Zoran Zaev, me marrëveshjen e nënshkruar mbrëm, vërtetoi të rajojë që ai dhe partia e tij kanë bërë gjatë projektit e vërteta për Maqedoninë, pra publikimi i bisedave të përgjuara me të cilat siç tha kreu i opozitës Zaev, kryeministri Gruevski dhe ekipi i tij gjatë kësaj periudhe kanë udhëhequr shtetin në mënyrë kriminale. Pas arritjes së kësaj marrëveshje, LSDM-ja do të ndërpres publikimin e materialeve të përgjuara, ndërsa prej 1 shtatori deputetët e saj do të kthehen në parlament. Largimi i Nikola Gruevskit nga qeveria do të ndodhë deri në fund të këtij viti, ndërsa zgjedhja e qeverisë së ardhshme do të bëhet më së voni deri më 15 janar. Atë që e premtuam dhe e realizuam, Nikola Gruevski nuk do t'i organizojë dhe nuk do t'i zbatojë zgjedhjet. LSDM dhe opozita në fillim të shtatorit do të kthehet në parlament dhe në mënyrë aktive do të marrë pjesë në zbatimin e përgjithshëm të marrëveshjes së arritur në drejtim të ndryshimeve të patjetërsueshme në lëmit kritike të theksuara në të gjitha raportet ndërkombëtare dhe të implementuara dhe të përshkruara në këtë marrëveshje. Eurokomisioneri Han mbrëm vonë paraqitjen e tij para gazetarëve theksoi se është i kënaqur me faktin që liderët politik arritën marrëveshje, duke theksuar se kjo është ditë e madhe për Maqedoninë. Maybe reassured if I am living together with my people. Të jeni të sigurt, edhe pse sonte me ekipin tim do të largohem, unë përsëri do të kthehem. Javën e ardhshme kemi mbledhje të Këshillit për parafrim në Bruksel, ku do të kemi miratime tjera të reformave të nevojshme, po ashtu do të kemi edhe dialog të nivelit të lartë në shtator, si dhe raport për përparimin. Marrëveshja e sondme do t'japë mundësi për mbajtjen e rekomandimit për bisedime, dhe jam i sigurt se me ndihmën e vendeve anëtare, atë që bën rezistencë dhe ishin të rezervuar në të kaluar dhe bllokuan hapjen e rekomandimit, do të binden se duhet t'i hapin dyert për perspektivën evropiane të vendit tuaj. Be convinced to open the doors for your country, for a European perspective. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim nëpërmjet një kumtese ka bërë të ditur se mirëpret për mbylljen e dieshme të pikës së vetme të hapur nga marrëveshja e 2 qershorit, që i referohet formës së qeverisë e cila do të organizojë zgjedhjet, dhe shpreh bindje se nga mbrëm Maqedonia doli më e fortë, riktheu stabilitetin politik dhe u afrua edhe më pranë NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Nga kjo parti po ashtu bëjnë të ditur se marrëveshja e 2 qershorit e bashkë me raportin e Pribes, rekomandimet urgjente të Komisionit Evropian, janë subjekti punës e grupit punues në drejtimin e zotit Van Hout dhe me pjesëmarrje të 4 partive kryesore politike të Maqedonisë, si dhe me lehtësimin e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Duke shtuar se në grupin e punës se kjo parti ka dorëzuar propozimet, në mesin e të cilave janë edhe ndarja e 3 posteve më të rëndësishme shtetërore me rotacion, politika gjusore, ndarja ferdhe e drejtë e buxhetit, zhvillimi i barabartë rajonal, çështjet e gjuhës, simbolet kombëtare dhe çështjet e tjera. Pjesë e marrëveshjes së mbrëmshme të arritur në mes liderëve të 4 partive më të mëdha politike është edhe zgjedhja e një prokurori special, që do të merret me rastet e publikuara nga ana e opozitës gjatë projektit të tyre e vërteta për Maqedoninë. Por në të njëjtën kohë bëhet e ditur se do të ndërpritet të publikimi i bisedave të përgjuara.